Protestat e banorëve të Rjollit që po vijojnë prej më shumë se 20 ditësh kanë agravuar me përplasje ndaj policisë dhe goditje të mjeteve të firmës që po kryen punimet në territor. Përpasoj specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Shkodrës, në 24 orët e fundit kanë arrestuar 60 vjeçarin Prekmolla, banues në fshatin Rjoll, ndërsa kanë shpallur në kërkim edhe 5 shtetas të tjerë protestues të moshës nga 20 deri në 40 vjeç, pasi këta shtetas dyshohet se një ditë më parë në fshatin Rjoll kanë goditur një 22 vjeçar banues në Tropoj, punojnë si firmës që po kryen punimet, se dhe kanë kanosur për shkak të detyrës një prej efektiveve të policisë, një 30 vjeçare banuese në qytetin e Koplikut që është punojse komisariatit të Shkodrës. Gjithashtu policia thot në njoftimin e saj përshtyp se këta shtetas në bashkëpunim edhe me persona të tjerë kanë nxitur akte dhune duke dëmtuar disa mjete pune si eskavator dhe foristrad të firmës që po kryen punimet, duke i thyer xhamat kësaj të fundit. Në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 29 vjeçar banues në Shkodër pasi në ambientet e një subjekti tregtar është konfliktuar duke shkaktuar dëmtime të lehta një 36 vjeçari për motive të dobta. Ndërkohë në lagjën Naim Gjylbegu, në banesën e tij ku jetonte i vetëm, është gjetur i pajet një 59 vjeçar, ku nga veprimet e drejtanishme hetimore dyshohet se ka qenë një vdekje natyrale. Ndërkohë specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor proceduan një 45 vjeçar pasi duke drejtuar automjetin e tij ka përplasur një të mitur 8 vjeçare që po ndërpriste rrugën. Përpasoj e mitura ka pësuar frakturë në këmbë dhe pas ndihmës mjekësore në spital, është larguar drejt banesës, po këta specialist kanë bërë me dije se ditën e djeshme në territorin e doganës së Hanit të Hotit në Malësi të Madhe, 57 vjeçaria me inicialet MK, banuese në Podgoricë të Malit të Zi, ka rënë në kanalin e kontrollit të kamionëve, ku përpasoj është dëmtuar pasagerja në automjet, e cila është dërguar në spitalin e Shkodrës e më pas për një shërbim më të specializuar në QSUT. Për gjitha këto raste, materialet i kanë kaluar prokurisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.